Procesi për zgjedhjen e pasuesit të Ilir Prodës si drejtuesi i Policisë së Shtetit kaloi në fazën e intervistimit këtë të martë. Komisioni i ngritur pranë Ministrisë së Brendshme i përbërë nga zëvendësministria Silva Caka, sekretaria e përgjithshme Kledia Angjela dhe kreu i AMP-s Eduard Merkaj intervistoi kandidatët sipas rendit alfabetik. Faza e parë i verifikimit të dosjeve të vetdeklarimit përjashtoi dy kandidatë që nuk plotësonin kriteret ligjore, Ejona Gurbardhi dhe Suela Sulkaj, të dyja juriste dhe jashtërradhët Policisë së Shtetit. Garën e vazhdojnë 14 kandidat, pjesës së cilës janë 3 drejtorë departamentesh, Pullum Seferi, Neritan Albati dhe Sajmir Boshnjaku, 4 drejtorë qarqesh, Skënder Hita, Elidon Çela, Afrim Tafa dhe Gentian Berberi, si dhe Arianeta Rabi. Nga Akademia e Sigurisë konkurrojnë 6 kandidatë: Alfred Çepe, Rebani Aupi, Lorenz Panganinka, Idajet Faskaj, Tonin Vocaj dhe Gentian Shehaj. Gjatë zhvillimit të intervistave, Ministria e Brendshme u vizitua nga diplomati amerikane Nancy Van Horn, një tregues i rëndësisë që komuniteti ndërkombëtar i procesit të përzgjedhjes së udhëheqësit të policisë. Pas përfundimit të intervistimeve, kandidatët do të pikëzohen nga komisioni dhe lista e rezultateve do të dorëzohet ministrit të Brendshëm Vesford Lamadhari. Kryeministri Edi Rama do të ketë fjalën e fundur për të zgjedhur pasuesin e Ilir Prodës nga kryesuesit e listës së rezultateve.